Zonja Kadria i pyetje për Ministrin Arban Abrashi. Faleminderit nën kryetari i Kuvendit. Ligji për skemat pensionale të financuar nga shteti është aprovuar në maj të vitit të kaluar. Edhe pse nuk ka qenë ligj i kënaqshëm dhe i pritur nga pensionistët, megjithatë me kërkesë të ministrit, sepse nga ky ligj po mbahen shumë marrëveshje me rajonin dhe me gjërë, ne e kemi aprovuar këtë ligj. Ministri, sa po zbatohet dhe a ka filluar të zbatohet, cilat nene kanë filluar të zbatohen nga ky ligj dhe a ka ndonjë marrëveshje për pensionistët të cilët punojnë në shtetet e jashtme apo edhe për punë sezonale me shtetet e tjera të rajonit. Zoti Ministër, e keni fjalën. Faleminderit Kryesus, Kryeministër, Ministra Deputet. Ligji për skemat pensionale financuara nga shteti dhe kodifikimi i skemave pensionale, të cilat janë zbatuar në kontinuitet, janë si pensionet bazë, pensioni kontributiv, pensionet e personat me pafësi të përreshme dhe pensionet e parakoshme. Me këtë ligj, ashtu siç e dijeni, nga 1 janari është paraport të fillojë implementimi i 2 skemave të reja, pensionet invalidore në nenin 11 dhe pensioni familjar në nenin 12, sikurse edhe kategorizimi i pensioneve kontributdhënëse. Tek kjo fazë, pensionet invalidore dhe pensioni familjar, sikurse edhe kategorizimi i pensioneve kontributdhënëse, grupet punuese, disa ministrorë janë duke punu në përmirësimin e infrastrukturës ligjore, diçka e cila duhet përmirësohet dhe besoj në 6 mujorin e parë do të kemi përmirësim dhe përmbylljen e gjithë nevojave dhe akteve në ligjore që të implementohen këto skema, kurse tek marrëveshjet me jashtë kemi fillu në disa takime në bashkëpunim me ambasadën zvicerane hartimin dhe plotësimin e pyetësorit, diçka që është punu më herët gjatë viteve të kaluara. Ne jemi duke punu vazhdimisht në këtë pyetësor dhe besoj që deri në fund të marsit do të dërgojmë pyetësorin e plotësuar tek autoritetet zvicerane në mënyrë që të shqyrtojmë se çka mund të përfitojmë qytetarët tanë, bashkëdhetarët tanë në Zvicër. Realisht ne besojmë që deri në fund të muajit do të kryjmë obligimet tona sa i përket plotësimit të pyetësorëve. Është një punë shumë e madhe që po bëhet në disa ministri dhe agjencione tjera, Ministri i Shëndetësisë, Tros Pensional, e kështu me radhë, sikurse në ministrinë tonë, dhe pastaj mbetet tek autoritetet zvicerane ose për pyetje shtesë apo të shqyrtojmë se si të veprojmë tutje. Faleminderit. Pyetje shtesë. Zonja Kadriaj. Po, për disa pyetje, Ministre vezë sqarim, sepse vetëm ndryshime kozmetike që janë bërë ligjit, ashtu sa nam ka leju për shkak se gjithmonë kemi punuar me presionin se aty nenet e caktuara të cilat kanë kosto buxhetore nuk guxon të preket, kanë qenë ligji i pensioneve familjare dhe invalidore. Ne pse e kemi shtyt këtë çështje ka qenë sepse është shumë e pakuptueshme kur në një familje, kur vdes kryefamiljari, familja mbetet pa asnjë mbështetje financiare. Dhe është shumë e rëndësishme që bile këto nene për pensionet familjare dhe pensionet invalidore të fillon të implementohen shumë shpejt. Ministër, e keni fjalën. Faleminderit shumë, është shumë e vërtetë, është diçka që po punojmë konkretisht, vazhdimsi. Nenet që i përmenden kanë një kosto të lartë buxhetore. Kostot e cila nuk është parashikuar në buxhet, prandaj edhe po shqyrtojmë mënyrat se si të arrijmë deri te kjo kosto. Jemi duke bërë për llogaritjet edhe vlerësohet që mund të shkojë 30 deri në 40 milion implementimi këtyre neneve. Faleminderit.